Forcave të policisë. Ka një përpjekje nga disa prej protestuesve për të krijuar një hapësirë mes policisë dhe vetë protestuesve, pra si duket për të shmangur tensionet dhe përplasjen, por vetëm për të parë ndoshta mund të jetë edhe një skenar deri në pritje të vojnëzave të forcave nga protestues të tjerë që vijojnë të Elbasani, udhëzimet e Elbasanit, përretimet që nga Krishtlindria dhe nga bulevardit dëshmorët e Kombit, ku ishin një grup